Zoti Eduard Sharka, ekspert bujqësie. Zoti Sharka, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën. Zoti Sharka, fillimisht për ta nisur me këtë deklaratë që edhe vetë ministri tha sot, pra duke qenë se jemi në kushtet e një prioritetit kryesor për sa i përket bujqësisë, ky është edhe qëllimi dhe ka nisur puna për përmirësimin e situatës. Si e shihni ju këtë deklaratë të tij? Nis nga deklarata e fundit e ministrit, kur e pyetën bile pyetja e fundit e gazetarëve. Dhe deklarata e ministrit ishte që qeveria është duke bërë shumë mirë detyrat e vete, por e kaloi topin te fermerët dhe te operatorët e tjerë në sektorin e bujqësisë. Pra, me gjithë të gjendje që kemi në bujqësi, recension prej 5 vitesh, shifrat e Istatit, problemet në sigurinë ushqimore, pretendimet e fermerëve, protestat, gjitha ministri i quajti fajt fermerëve dhe qeveria ka bërë shumë mirë detyrat. Kjo e citova këtë deklaratë për të treguar qëndrimin jo korrekt të ministrit, sepse edhe sikur qeveria, edhe sikur gjendja mos ishte në këtë situatë që pak a shumë faljush e din gjithë, nuk duhet ishte kaq i bindur që qeveria i kishte bërë shumë mirë detyrat, sepse gjithmonë nuk ka përsosmëri dhe ka gjëra për të bërë. Në fakt, konferenca për shtyp ishte një sinjal i mirë, të paktën doli të komunikoj me gazetarët dhe pyetjet e gazetarëve ishin shumë interesante, por ministri në disa raste qoftë për mungesë informacioni, sepse ndoshta është i ri dhe nuk e ka kuptuar akoma si funksionon sektori, qoftë edhe për të shmangur realitetin, ja anashkaloi me termat përgjithshëm, duke thënë që kaq shifra disponojmë ne, skemat do ndryshojnë. Në fakt problemi qëndron, tha disa pika që janë interesante, që ju i përmendet në insertin tuaj. Përkraja e fermerëve të ri është e domosdoshme. Ripërtritja e brezave në bujqësi është një nga politikat kryesore të politikës përbashkët Bashkimit Evropian, por tek ne prej vitesh, paktën 13 vjet që është kjo qeveri, nuk ka asnjë incentiv për startupet në bujqësi apo për të rit. Unë e kam hasur nga afër, kam pas shumë interes nga të ri, por nuk kam mundur t'i ndihmoj sepse s'ka pasur asnjë skemë ku të aplikonin apo për kraje. Tjetra ishte që tha do bëjmë laboratore, me vonesë, po inshallah i bëjnë ato laboratoret. Ndërsa ndryshimi i skemave, digjesa e fermerëve për ndryshimin e skemave është një fasadë propagandistike, sepse skema e bujqësisë po sqaroj skemën e naftës. Kur nisi para disa vitesh, u paguan 500.000 euro 2 ekspertëve që hartuan këtë skemë. Mas 2 vjetësh ndryshoi sepse jepej me bën një tender, e mori një sipërmarrës që tregton naftë dhe fermerët do shkonin me bidona me ato kartat që u dhanë që të merrnin. Pastaj kthyen me lek, vetë tani thanë që ato pretendime që ne kemi ngritur me kohë që nafta shkon një pjesë e mirë tek ato që se punojnë tokën, por që kanë thjesht pronësinë e saj, shohim çfarë do rregullojnë, me sa duket do shtojnë në dokument apo në Pra, zoti Sharka, me këtë deklarat tregon se skema ekzistuese nuk ka funksionuar, nuk funksionon? E kam pranuar vetë, sepse nafta, unë kam paraqitur një rast që më zhdukur flagrant, që më ka shqetësuar jashtëzakonisht. Një fermer që mbashtronte gjedh, viça për mish, për majmëri, kishte 30 hektar tokë, 28 i kishte me qira dhe 2 kishte tijet. Ai merrte naftë vetëm për 2 hektar që kishte tijet, sepse gjitha kontratat e qiras me pronarët e tokës i kishte verbale, se pa mundësi për t'i bërë legale, dhe naftën e merrnin ata. Ata shkonin, aplikonin dhe merrnin naftë, ndërsa tokën e shfrytëzonte ky. Ka rast me flagrancë ky dhe kështu ka funksionuar në përgjithësi. Edhe ajo shtesa e numrit nipteve ka qenë fiktive, sepse hapnin një nip fermeri duke qenë pronar toke me 7.501 dhe merrin ato litër naftë dhe e hidhen ato veturës. Shpresojmë ta ndryshojnë, por nuk ka qenë nevojë digjesa e fermerëve. Këto shqetësime janë ngritur ka herë dhe duheshin korrigjuar me kohë. Por këto takime me fermerët, unë besoj që ai
Në momenti i divjakës midis kryeministrit dhe fermerit, nxorim pa propagandën dhe efektshmërinë e këtyre të ashtu quajturave dëgjesa, sepse kur bën dëgjes, dhe unë kam thënë edhe herë tjetër, dëgjesa, skemat duhet kishin fillojnë në mars, vitet tjera kanë filluar janë shpallur në mars. Ti dëgjesat i bën shkurt, ndërkohë që ke 6 muaj përpara ke prezantuar programin elektoral dhe 6 muaj ke fituar mbështetje popullore dhe tani do të dëgjosh fermerët për të bërë programin, ndërkohë që je vot besuar për një program që ke paraqitur. Këto janë gjëra që në vendet tilla si vende janë ndodhin në qeveri. A do të zbatohen apo do të merren parasysh, sepse në këto takime janë 23 takime që janë zhvilluar me fermerët dhe kanë dalë në pa mjaft problematika. Dhe pyetja është nëse këto problematika do të marrin zgjidhje. Duke u referuar gjithmonë edhe kushtit të vetëm, pra edhe asaj kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Skepticizmi nuk buron nga arsye të tjera, buron nga fakti sepse janë 52 milion euro në dispozicion. Dhe ne kemi diskutuar edhe herë tjetër, ndërkohë që Kosova ka 106 milion euro në dispozicion për skemat e subvencionimit bujqësi, ne kemi 5 milion euro. Këtu tani është ai 10% që do jepet për fermerët, që është hera parë që jepet. Edhe sipas dhënave që kemi, sipas deklaratave të ministrit dhe të qeverisë, janë 15 milion euro. Pra nga 52-15 milion euro do t'i marrë kjo skem, por që nuk mjaftojnë, sepse 15 milion euro janë 10% i faturave që do presin, do marrin fermerët nga grumbulluesit. Mirë po i bie që produkti i bujqësor të jetë 105 milion euro, po nga asnjë llogari të ekspertit më të dobët nuk del që produkti janë bujqësor që përbën 15% të GDP-s është 105 milion euro. Kështu që është fond i pamjaftueshëm, por rëndësi ka të filloj si skem. Pastaj 12 milion euro janë për naftën, që do ndryshojnë kriteret sepse nuk ka për ndryshuar fondi. Shpresojmë të vendosen kritere më të drejta që nafta të shkojë për ata që punojnë tokën dhe të shkojnë në kohën që ju duhet, sepse edhe vitin që u mbyll 2025-ën lekët e naftës u dha në dhjetor kur gjithçka kishte mbaruar. Nafta fermerit i duhet kur ai punon tokën. Pra e reja ishte incentivat për fermerët e ri, 7.000 euro është një shumë e vogël. 10.000 euro për secilin, a është e mjaftueshme? Sa ndihmuese është për të nisur një biznes? Është ndihmë, por varet ku do gjendet fondi, sepse 52 milion euro janë, unë thash, janë të shpërndara. Po të llogarisësh subvencionin ato skema që janë aplikuar këto vitet e fundit, 10.000 lekë të reja për krerë gjedh, kur ke mbi 10 krerë. Sepse unë prisja që me fermerët ndryshimin në skemat kjo do ishte, ose do rrisin tarifën për një krerë gjedh, ose do heqim atë dyshemen 10 krerë, sepse këto janë pretendimet e fermerëve. Ai që ka 9 nuk merr, ai që ka 10 përfiton. Gjitha këto ndryshime janë makjazh që do plotësohen me këto 52 milion euro që janë krejt pa mjaftueshme, janë pa përfillshme në raport me nevojat që ka bujqësia. Pastaj dalim te garancia sovrane, që ka qenë një nga armët e forta në pritet të përfshihen edhe bashkitë e vendit, tha ministri sot, te garancia sovrane. Një utopi, do në kthejnë socializmin, edhe ato SHPB-t që ministri përmendi shumë herë, ndoshta nuk e ka të qartë si funksionojnë. Nëse në Shqipëri janë 100 SHPB, mund të jenë apo 200, 90% e tyre janë fiktive. Bashkimi nuk bëhet me një status dhe me një deklarim në QKB dhe merr statusin e SHPB-s. Bashkimi i vërtet do incentiva tjera dhe e kemi diskutuar herë tjetër. Nuk është tani këto pretendojnë që do ketë ndërmarrjet përbashkëta me kapital bashkiak, një pjesë, edhe do asociohen dhe fermerë. Është një utopi dhe nuk ka asnjë shans në nivelin që kemi ne të transparencës që funksionojnë institucionet shtetërore, sidomos institucionet e pushtetit vendor. U fol që do krijohen shoqëri për të grumbulluar grurin e tjerë, po janë teori që janë për të mbushur debatin publik, për të mbushur se nuk kanë asnjë shans funksionimi. Kooperimi bëhet me incentiva.
Evropa Perëndimore ka kritere tjera që kanë nxitur kooperimin. Nuk është, e kemi thënë 10 herë, nuk është nevoja të shpikim rrotën. Ne mjafton të marrim praktikat e mira të rajonit që nuk mungojnë Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe natyrisht praktikat e mira të Bashkimit Evropian dhe t'i adaptojmë me specifikat që ka vendi ynë dhe t'i implementojmë. Nuk kemi nevojë për të bërë shkencë digjese, sepse ky ministri që ne dëgjuam në këtë konferencë për shtyp sot, foli me siguri, vuri edhe një bazë publik për fondet i parë që më duk pak bast... E qartë, është temë shumë e gjërë, zoti Sharka, dhe është e pamundur që ta ezaurojmë të gjithën brenda këtij minutazhi, se kam edhe një pyetje të fundit përse përket tokave të fermerëve, të cilët ata i kanë në përdorim. Çfarë është bërë? Pra, janë marrë certifikata? Ministri tha që ne kemi reduktuar në 3 dokumenta për të marrë certifikatën e pronësisë. Mirë po, ministri si duket ka harruar që ka javë dhe muaj që nuk punon ajo e Albania dhe këto sistemet elektronike që duhet futesh aty të aplikosh, hipotekat janë zhvendosur dhe u duke bëri shumë të lehtë në deklaratën e tij që duhen 3 dokumenta, po unë që kam përballë zyrës tim dhe zyrën e hipotekës Lushnjë e di se ç'do të thotë pajisëm certifikat pronësie, pastaj të marrësh edhe tokën që ke përdorim ta kalojnë. Është një kalvar i gjatë që ka 30 vite dhe me gjasat të vetmet momente që është punuar për të pajisur fermerët me certifikata pronësie dhe për të bërë këto kalimet nga në përdorim pronësi ka qenë fushatat elektorale që në punësit publik bëhen zgjelshëm dhe bëjnë diçka. Por jashtë, kur mbaron fushata, ky proces ndërpritet dhe hyn në kalendat greke. Zoti Sharka, faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve.